Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër pas kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të deputetes dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku me qëllim arrestimin e saj. Në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale, Rama e cilëson këtë veprim si një vazhdim i modës së arrestimeve pa gjyq dhe shigjeton në mënyrë të drejtpërdrejtë SPAK-un, që arrestet pa gjyq në Daç në shtëpi e në Daç në burg janë bërë një modë vrazhd në Shqipëri. Kjo është një e vërtetë e hidhur, shkruan Rama, duke ju referuar praktikave që sipas tij kanë shqetësuar edhe Këshillin e Europës. Ai kujton se gjykata kushtetuese ka rrëzuar një vendim të mëparshëm për pezullimin e Ballukut, duke e cilësuar atë antikushtetues dhe antidemokratik. Edhe pse shprehet se nuk paragjykojmë kërkesën e prokurorit special, kreu i qeverisë bën të qartë se kjo çështje nuk do të trajtohet si rastet e tjera. Këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton dhe do të mbajmë një qëndrim të drejtë, të qartë e të denjë, shkruan Rama ndër të tjera, duke theksuar se mazhoranca do të veprojë si forca udhëheqëse e reformës në drejtësi. Reagimi plot i kryeministrit. Pasi u rrëzua nga gjykata kushtetuese për pezullimin antikushtetues dhe antidemokratik të një antari të qeverisë, pa u tharë ende boja e vendimit të kushtetueses, prokurori në fjalë kërkon kuvendit autorizimin për të arrestuar zëvendës kryeministren me burg ose në shtëpi, që arrestet pa gjyq në Daç në shtëpi e në Daç me burg janë bërë një modë vrazhd në Shqipëri, e që Shqipëria është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, një fakt i turpshëm pas një lidhje me standarde demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës. Kjo dihet botërisht. Por sigurisht që në rastin në fjalë ne s'mund dhe s'do ta paragjykojmë kërkesën e prokurorit special, por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera kur ne si rregull s'flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet t'japim opinionin ton. Ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë tonë përpara shqiptarëve që na dhanë 83 mandate e do të përgatitemi për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë e të denjë, si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi, përfundon reagimin e tij kryeministri Rama.